Do të bënim një hap pas dhe të jepni përgjigje ndoshta pyetjes më thelbësore nga të gjitha. Rama do të jetë dashnori Trump, po të jetë njëkohësisht dhe dashnori Soros, apo ka një menazh e trois, thonë francezët, me këtë do e bëj këtë. Tani, për te humorit parashtrimit. Është çik problem të hysh në këto marrëdhëniet dashurore trekëndore, treshe. Është pak problem sepse janë gjithmonë kur ka ego shumë të mëdha, pra ne folëm për George Sorosin, ne folëm për Donald Trumpin, që janë ego shumë të mëdha për përballuar pikërisht to lëvizje të majtës së djathtas. Pikërisht, tani do të ndalonim një sekondë këtu dhe të riktheheshim në një analizë. Pa gjithu habitëm kur Rama tentoi të bëjë një kthes shumë të fortë me frena dorë dhe të shkojë drejt Trumpit. Dhe sigurisht edhe dhurimi i Sazanit, falja apo ku dëgjon se çfarë, për te pjesës investimit u konsiderua si një qok. Nga ana tjetër, në janar, në fund janarit, të mbajmën ti e ke përmendur në këtë studio, ka qenë konferenca e Davosit, forumi ekonomik botëror. Kur Rama duhet ishte, dhe me sa duket ishte përgatitur nga Sorosi, një skenar ku do sulmoj Trumpi, siç u sulmua, por Rama atëre aso kohë shpiku me urgjencë vizitën e Ivankës në Shqipëri, nëse të kujtohet. Por që nuk ishte Ivanka, doli që ishte një shoku i Ivankës që i ngjante. Erdhi më vonë Ivanka gjithsesi. S'ka rëndësi, por nuk ishte Rama në Davos ama. Atëre me naivitet tham që pse shkoi, por tani po kuptojmë një gjë. Në vlerësimin tënd, e para cila është skema e vërtetë, e dyta a mendon se në finale Rama po përdoret nga Soros për të sulmuar Trump dhe për ta njollosur siç ka ndodhur, me vedi apo pa vedi? Si e shikon këtë? Se më duhet një skemë goxha e koklavitur. Është diçka, është shumë e koklavitur në vetvete, por ne duhet ta themi qartë që pikërisht kjo media ndërkombëtare e rëndësisë të madhe, por që ata shohet majtas, bëhet fjalë për pikërisht për atë media që disa vite më parë nuk shikonte në lidhje me pandeminë. Pra, një pandemi, mënyra se si u krijua, mënyra se si u operua, pra për këtë media nuk ekzistonte gjithçka. Ndërkohë që kanë zbuluar një vend të vogël si Shqipëria, një konspiracion kaq të madh dhe janë duke i dhënë hov dhe zë një proteste. Ka dhe vende të tjera ku protestohet nëpër botë. Tani ma lejo të një batut. Nuk është rastishme që pikërisht të gjithë këto media po i japin një zë të shtuar, të veçantë pikërisht protestës qytetare dhe paqësore që është deri më tani, protestës në Tiranë. Të një shtojtë këtu me një batut. Trump dhe Soros që përplasen në Sazan, janë shumë me Cezarin dhe Pompejin që përplasin brirët në Karaburun. Ne jemi are lufte... Dakord. Po nëse do bëjmë një krahasim historik në vetvete. Por nga ana tjetër, dje kemi patur edhe deklaratën e Affinity Partners, pra kompanisë të Jared Kushner, ku ata disa pyetjeve të gazetarëve ndërkombëtar janë përgjigjur të cilat nuk janë të lidhur drejt për drejt me projektin. Pra kanë bërë një tërheqje pas. Unë kam patur informacionin prej kohësh që ata nuk kanë qenë kurrë të atashuar me projektin, edhe pse kemi patur vizitat e Ivankës apo edhe të vetë Jared Kushner, nuk kanë qenë në një farë mënyrë të lidhur ligjërisht me procedurat ligjore, nuk janë as investitor, pra është kuptuar që investitorët të drejt për drejt janë vëllezër sirian, dhe nuk janë as implementues të projektit. Pra Edi Rama nga njëri krah thotë që nuk ka projekt në lidhje me Nartën, Ose bën dhe një nga tres geografike i Kasile, jo Sazani, Zvërneci, Narta, që janë tre destinacione të ndryshme. Po, dhe nuk është se Jared Kushner është drejt për drejt i ndërlidhur me në informacione që unë zotroj, pra zyrtar të lartë të shtëpisë Bardh, po edhe zyrtar të lartë të departamentit shtetit, kanë filluar të bëjnë pyetje për të kuptuar të vërtetën, jo vetëm nëpërmjet agjencive të tyre lizbatuese. Sigurisht që jemi dhe kontaktuar në lidhje me këtë pjesë, dhe është rritur një lloj presioni edhe ndaj presidentit Amerikës për të bërë të mundur që dhëndri i tij dhe vajza e tij të tërhiqin nga një projekt
ku garantori këtij projekti është vetë kryeministri i Shqipërisë dhe kryeministri i Shqipërisë familjes presidenciale të Amerikës i ul me krimin organizuar. Pra është një farë mënyre duke bërë pis vetë familjen dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës hym në fazën e atyre zgjedhjeve të midtermit, ku në fakt në të gjitha sondazhet dhe pollet që ekzistojnë, rezultati është mjaft i ngushtë që mund të bëjë të mundur që edhe një ngjarje e tillë të bëjë që një parti qeverisës si Partia Republikane në Amerikë mund të humbi dhe zgjedhjet e nëntorit.